Me qenë se për vendosje ka pas një emën që thuaj se po ja u shkruan fjalimet. Edhe për juve zakonisht është aluduar që dikush po ja u shkruan fjalimet para se marrë në asamble. A ka ekzistuar me të vërtetë që person që ju ka shkruar fjalimet apo fjalimet kanë qenë diçka që vetë e keni bërë? Jo, unë Ke qeni përgatitur në çdo seancë? Na njem, unë që shme thonë, jem konë shkollë, e konë bachelare, e konë mastere, mos di qa ma shumë, një fjali di me shkrua, dhe nuk kom nevoj me ma shkrua, dikush me pas nevoj, i lajmërona në shka dikuj ose konsultona, po besa si nuk kom pas kur nevoj me konsultu me dikon lidhe se qysh me ma shkru një fjali kur problemet e qytetarë na i kem pa me sysh do ditë, na jemi edhe vetë që tu jetojmë, na jemi vetë edhe pjesë e qytetit. I kemi pa rrugte, i kemi pa problemet me uje, me rryme, me ndryqim publike, gjitha i kemi pa trotuaret e shkollat e parkingjet në për shkollat, gjitha i kemi pa, nuk ka nevoj kërkush me ta shkru. Veç që ki pa gjatë ditës ti, e merë një fletë dhe një lavs, edhe i shënën. Kiti nuk ka nevoj, se me pas nevoj, nuk jam ku me ditë qa që i zarë që më në mu konsultu me një ekspert të qeshtjeve të cakuar.